Gjermania është padyshim një magnet për profesionistët e mjekësisë nga i gjithë bota, por rruga për të punuar atje ka një sfidë, le të themi, një sfidë goxha specifike. Sot do të zbërthejmë pikërisht këtë rrugtim dhe do të ndalemi te pengesa më e madhe që duhet kaluar. Pra, cila është pengesa më e madhe për mjekët e huaj në Gjermani? Mund të mendohet menjëherë për burokracinë ose për njohjen e diplomave, apo jo. Por në fakt, përgjigjja qëndron diku tjetër, në një test që vlerëson diçka shumë më delikate se sa thjesht gramatika e gjuhës. Mirë, le t'i hyjmë temës. Çdo profesionist ndërkombëtar që shkon në Gjermani ka një qëllim të vetëm, të qartë, të ndërtojë një karrierë të suksesshme mjekësore. Dhe për ta bërë këtë, i duhet një lloj çelësi magjik. Ja, ky është ai çelësi. Quhet approbation. Kjo është licenca zyrtare shtetërore që lejon praktikimin e mjekësisë apo stomatologjisë. Pa këtë dokument, thjesht nuk mund të punosh si mjek. Është, le të themi, trofeu final që të gjithë duan ta fitojnë. Dhe ja ku vim te thelbi. Për të arritur tek aprobacion, ekziston një pengesë e madhe, një pengesë gjuhësore quajtur Fachsprachprüfung ose shkurtimisht FSP. Por keni kujdes, ky nuk është as pak një test i zakonshëm i gjuhës gjermane. Këtu qëndron e gjithë filozofia. FSP nuk është aty për të testuar dijet mjekësore. Ato tashmë supozohet se ekzistojnë. Ajo që testohet është aftësia për të komunikuar në një mjedis mjekësor. Mund ta imagjinoni si një lloj patente për bisedën mjekësore. Në fund të fundit, gjithçka lidhet me sigurinë e pacientit. Okej, le të shohim disa detaje praktike. Së pari, si parakusht duhet patjetër një certifikat e nivelit B2 të gjermanishtes. Provimi organizohet nga shoqatat mjekësore rajonale dhe kushton rreth 450 euro. Rezultati është fare e thjeshtë, kalon ose nuk kalon. Por, ka edhe një lajm të mirë, në shumicën e rasteve mund të riprovohet pa limit. Tani, le të hapim derën dhe të shikojmë se çfarë ndodh brenda provimit. Si është i strukturuar ky test 60 minutash? E po, është menduar me shumë kujdes për të simuluar një situatë sa më reale të mundshme. Pra, provimi ka 3 pjesë, secila nga 20 minuta. Pjesa e parë, një intervistë me një pacient aktor ku vlerësohet aftësia për të komunikuar me empati. Pjesa e dytë, dokumentimi me shkrim i rastit ku matet saktësia. Dhe e treta, prezantimi i rastit te një koleg mjek ku duhet përdorur gjuha teknike dhe profesionale. Dhe kjo pasqyrë e tregon në mënyrë perfekte një nga aftësitë më të rëndësishme që testohet. Bëhet fjalë për aftësinë për të kaluar nga Fachsprache, gjuha teknike mjekësore, te Laiendeutsch, pra gjermanishtja e thjeshtë që kupton pacienti. Për shembull, duhet ditur që pacientit i thuash Zahnfleisch dhe jo gingiva apo Herzinfarkt në vend të myokardinfarkt. Ky përkthimi menjëhershëm është absolutisht jetik. Duke parë se sa kompleks është ky provim, natyrshëm lind pyetja si mund të përgatitesh për diçka të tillë. Edhe tu, historia jon kalon nga paraqitja e sfidës te zbulimi i zgjidhjes. Përgatitja e specializuar siç duket është çelësi. Po sa efektive është kjo përgatitje? E po, shifrat janë breslënse. Shkollat që ofrojnë kurse të specializuara për FSP raportojnë një shkallë suksesi prej gati 100%. Ky numër praktikisht flet vetë. Dhe cila është formula magjike e këtyre kurseve? Duket se është një kombinim i disa elementeve kyçe. Punohet në grupe shumë të vogla, mësimi jepet nga instruktor me përvojë dhe më e rëndësishmja, bëhen simulime jashtëzakonisht realiste të provimit. I gjithë fokusi është te terminologjia mjekësore dhe te stërvitja specifike për secilën nga 3 pjesët e testit. Gjithashtu, ka fleksibilitet. Ekzistojnë kurse në grup për mjekësinë e përgjithshme, kurse të posaçme për stomatologët që mbahen të shtunave, e sigurisht ka edhe mësime private për ata që duan një përgatitje tërësisht personalizuar. Pra, ka një zgjidhje për çdo nevojë. Pra, le ta përmbledhim pak. Rroga drejtmarrjes së licencës, pra approbation, mund të duket e frikshme në fillim, por në fakt është një proces me hapa të qartë dhe absolutisht të arritshëm. Pra, cilat janë pikat kryesore që duhen mbajtur mend? 1. Synimi final është aprobacioni, licenca zyrtare. 2. Pika e nisjes është certifikata B2 e gjermanishtes. 3. FSP teston komunikimin për hir të sigurisë së pacientit, jo dijet mjekësore. 4. Provimi zgjat 60 minuta dhe ka 3 faza. Dhe 5. Zgjidhja më e sigurt është përgatitja e specializuar. Dhe i gjithë kjo na çon në një pyetje pak më të thellë, më filozofike. A është gjuha e specializuar siç është ajo mjekësore, pengesa e fundit në integrimin profesional global? Ndoshta, përtej çdo diplome dhe certifikate, aftësia për të komunikuar me saksi dhe ndjeshmëri brenda një fushë specifike është sfida e vërtetë për çdo talent ndërkombëtar në çdo profesion.